pati shkresë të realisht udhëzim të Bashkisë Islame që në Xhuman e kaluar të flitet për ushtrinë shqiptare të Kosovës edhe për gjykimin që po ndodh në Hag, apo? Është bëj madhe se kjo ka ndodhur vitin e kaluar, edhe ishte kërkesë vetëm i FTI-ut edhe e Bashkisë Islame, vetëm që t'u aqes ndërmend imamve që të flasin edhe t'jenë pak më të zëshëm, për ndryshe nuk besoj për 900 e sa xhamive që i kemi në territorin e Kosovës, nuk besoj asnjëherë që vije 17 shkurti e që nuk flitet, ose dita e çlirimit të Prishtinës apo qyteteve tjera, që nuk flitet, sepse ne e kemi ndjen në kurën tonë, sepse Paliria Arben nuk je manifestim të fesë në mënyrë publike. Neve na kanë dalë në vitin 1988-89, ka qenë ora policore, edhe akshami, jacia dhe sabaj, nuk ka mujtë më falë xhami. Kështu që mos mendojnë këta të rritë, mos mendojnë këta të rritë që mund e praktikojnë fejnë kështu publikisht, edhe ka lirshëm si kur të ishëm të okupuar. Për ata që kanë lind prak luftës dhe pas luftës, që nuk pja din fort vlerën e lirisë, ja u kujtoj atyne se ka qenë një gjendje aq e dhimbshme, një gjendje aq e rëndë, sa që njeriu mos me mujtë në shtëpitë Zotit me shkue. Mos me mujtë ashtë të vllai vet. E ke pas andej rrugës vllaun tën, ka filluar ora policore në 1988-89, ti nuk ke mujtë me shkue. Edhe të pamet që kanë qenë, rastet e vdekjeve, e pamja është dash mund mbyll para orës policore, se mas orës policore ushtria serboslave nuk ka pyet. Andaj çka Bashkia Islame normal që është në shërbim të popullit edhe të komunitetit, edhe vetëm i FTI-ja tash nuk fol në veten e parë. Edhe nuk është modest, edhe nuk është etike me folaj në veten e parë, po pyetni çta komandantët e luftës, qofshin në Lap, apo në Shal, apo në Drenica, apo në Dukagjin, pyetni për rolin e tij dhe miftiut që ka kaluar në botën tjetër, zoti e mëshiroft doktor Xhebojës, çfarë kontributi kanë dhënë. Pastaj pyetni edhe komandantët sa kanë pas në brigadat e tyre ushtar që sot janë hoxhallar. Pse? Se na nuk kemi luftuar për diçka, apo nuk kemi dhënë kontribut për diçka, kemi dhënë për vetveten. Dhe sot me thonë, kom bo këto e kom bo ata, për vendin shumë më duket jo korrekte edhe jo modeste. Po bërgja kemi pas të i veni. Na nuk kemi shku me luftu në Brazil, në Argentinë, me thonë që për juve erdha. Po për këtë hisën tem luftova, për vetën tem luftova, për familjen tem luftova, për pasurinë tem luftova, për fenë tem luftova, për çdo gjë na ke luftuar. Këto janë bazike që Zoti ta obligon luftën këto raste, kur preken këto 5 gjërat e shejta që janë tek njerëzimi. A duhet bëhet ligji për bashkitë fetare në Kosovë? Patjetër. Sepse vazhdojnë COJC të funksionojnë.